Racin? Po një rajon janë. Okej. Cilat masa i ka marrë qeveria e Kosovës deri tash me avletësuar jetën qytetarëve të Kosovës përveç të 100 njerëzve që për mua s'ka kur fare kritik. Mos harrojmë që këto 100 njerëz kanë ndikuar më shumë ti e kam një pozitiv tim privat ose një opinion tim privat që kanë punuar më shumë për bankat komerciale që janë në vend. Shumica e studentëve të cilët pritet të mbanin ato 100 euro kanë hapur llogaritë të reja dhe ato llogaritë reja do të më mbajnë nëpër banka, kushtojnë kanë 20 euro gjithë atyra, ashtu që realisht punën më të madhe ose përfitimin më të madh kanë bërë bankat komerciale në Kosovë, ndërsa efekti aty 100 euroshëve unë nuk e shoh. Ndërsa ky ministri i financave, ministri shumë i mëshëm, nuk e din se në market ka dhënë Kosovë që ka pa gjallëri, gjithmonë duke aluduar se është efekti 100 eurove. Po, edhe mund të jetë veridiku e vërtet për faktin se shojmë edhe vetë pajtuat që njerëzit po përballen me krizë, madje me krizë për të siguruar shportën bujore. Sa ndikon në shportën tuaj në qenershi? Po them, edhe mund të ketë ndodhur që ka parë prani të madhe të njerëzve në markete, por kjo tregon... Unë jam shumë i bindon që ka pa prani shumë të njerëzve të vrapuar mas çmimit, ku ka zbritje të çmimeve me gjithë një produkt më të lirë, se absolutisht nuk ka pa ndonjë diçka tjetër. Por them që kjo tregon jo mirëqenie qytetarëve, e në rregull. Çfarë masa ka ndërmarrë që vend? Çka kishit propozu ju? Të ndryshohen TVSH-ja, të hiqet TVSH-ja për produktet bazë, aksiza, TVSH-ja, ne kemi pas një hap të vetëm. Pse ne duhet jemi të veçantë ndaj vendeve në rajon? I kemi pas, unë e di që këto masat që qeveria mund të merë janë të përkashme, mund të zgjasin disa muaj, pas po ku të banë, për 3, 4, 5. Cilat produkte ju besoni që do duhej të... Dëgjoni, sot,